Gjykata e apelit posaçëm antikorrupsion ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg ndaj ish-gjyqtares Elbasanit Pajtime Fetahu, duke hedhur poshtë kërkesën e saj për të dalë nga qelia për shkak të gjendjes shëndetësore. Vendimi i kësaj të martë konfirmoi qëndrimin e mëparshëm të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Fetahu mbahet aktualisht në paraburgim në Pojsk dhe është subjekt i dy çështjeve të ndara, të ndjekura nga SPAK, dosja Çobja dhe ajo e grupit të Suel Çelës. Për çështjen e parë, autoritetet kishin vendosur më herët masën e arrest shtëpie, por me dosjen e dytë, që ka në qendër aktivitetin e një grupi të strukturuar kriminal, gjykata caktoi arrest me burg. Sipas akuzës së ngritur nga SPAK, Fetahu dyshohet se ka ndërhyrë në mënyrë të palishme në proceset gjyqësore për të ndihmuar anëtarët e grupit të Suel Çelës, duke ulur dënimin ose ndikuar te kolegët për vendosjen e masave më të lehta sigurie. Pavarësisht pretendimeve të saj për probleme shëndetësore, gjykata vlerësoi se rrethanat e çështjes dhe graviteti i akuzave nuk justifikojnë ndryshimin e masës së sigurisë. Prokuroria e posaçme pritet të vijojë hetimet për të paardhur tërësisht rolin e gjyqtares në këtë rrjet të dyshuar ndërhyrjesh dhe favorizimesh në drejtësi.